Hoxh Kadri Prishtina, mendja që donte të bashkonte shqipërimin dhe islamin. Një rrëfim të rënditës, i thellë dhe i pakthyer mbi tradhtinë e një prej figurave më fisnike të historisë shqiptare. Një hoxh që doli nga xhamia dhe hyri në historinë politike. Kadri Prishtina, i njohur edhe si Hoxh Kadri, lindi në Prishtinë në vitin 1878. Në një kohë ku shqiptarët po shtypeshin nga çdo anë, nga fuqitë e mëdha evropiane dhe nga ambicjet slave. Ai u shkollua në Stamboll, ku studioi shkencat islame, filozofi dhe drejtësi, duke u bërë një prej mendjeve më të ndritura të kohës. Por ai nuk ndenjë në universitet, nuk u mjaftua me tituj. Ai kuptoi se kombi kishte nevojë për burra që nuk heshtënin, dhe feja kishte nevojë për mendje që nuk tremben. Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, amaneti i gjakut. Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1912, Konferenca e Londrës i la Kosovën Serbisë. Shqiptarët e atijeshëm filluan të masakrohen, dëbohen dhe konvertohen me forcë. Në këtë realitet tragjik, Hoxh Kadri Prishtina themeloi Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës në vitin 1918. Qëllimi ishte i qartë, të organizohej me armë dhe me penë rezistenca për bashkimin e trojeve shqiptare. Ai ishte njeri me fjalë, por dhe me vepra. Ai mbrojti çarçafën e grave shqiptare, ezanin, gjuhën, flamurin dhe gjakun e përlyer në kufit e harruar. Pse ishte aq i rrezikshëm? Hoxh Kadri Prishtina ishte rrezik për 3 arsye. 1. Ishte dietar islam i pakorruptueshëm. 2. Ishte patriot i devotshëm, pa interes personal. 3. Kishte mbështetje nga populli dhe nga diasporat shqiptare në Turqi, Itali dhe SBA. Ai nuk kishte nevojë për poste, por kur pranoi të bëhej ministër i drejtësisë, edhe më vonë, nën presidenti i parlamentit shqiptar, ai solli një ajër të ri, drejtësi me dinjitet dhe ligj me frikë nga Allahu. Tradhtia nga brenda, komunizmi e shënjestron. Pavarësia e Shqipërisë fillestare ishte e brisht. Luftrat, interesat serbe dhe ndikimi jugoslav bën që në vitet 1920-1925 figura si Hoxh Kadriu të shihen si pengesë për projektet e rinj. Ai filloi të survejohej, filluan intrigat, u akuzua se ishte agent turk, hoxh reaksionar, përçarës i kombit. Në të vërtetë, ai ishte armik i korrupsionit dhe i bashkëpunimit me Serbinë. Vdekja në heshtje, e planifikuar apo e fshehur. Në vitin 1925, Kadri Prishtina vdes papritur. Nuk pati autopsi, nuk pati hetim. Disa thonë se u helmua, të tjerë besojnë se u burgos dhe nuk doli më. Vdekja e tij i kaloi në heshtje, sepse pushtetet e kohës donin që ai të harrohej. Por populli nuk e harroi. Xhamati i tij e mbajti gjallë emrin. Dietarët pas tij e nderuan dhe historia e ndershme e shkroi emrin e tij atje ku e meriton, në altarin e burrave të fesë dhe kombit. Amaneti i tij ende i paplotësuar. Kadri Prishtina besonte në një Shqipëri ku Allahu të përshëndetet në xhami dhe flamuri të valvitet pa frikë. Një Kosovë të lirë dhe një popull që s'harxhon djemtë e vet në burgje internime. Ai nuk ishte utopist, ishte realist i Zotit. Ai dinte që rruga e drejtë nuk kalon përmes pallateve, por përmes gjakut dhe durimit. Mos e shit fen për politik, mos e shit nderin për karrierë. Nëse nuk mund të ndihmosh kombin, të paktën mos e lëndoni me heshtje. Hoxh Kadri Prishtina, nga shënimet e bashkosve. Lavdi për jetë Hoxh Kadri Prishtinës, mendjes që nuk u përkul para drejtësisë, shpirtit që nuk u shit dhe zërave që ende i frymojnë tokës shqiptare.